حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والأرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. Besojmë në ringjalljen, në shpërblimin e ditës së gjykimit për veprat të cilat i kanë bërë njerëzit në dynja. Besojmë paraqitjen para të madhit Allah, që dohet me dalë para Allahut. Besojmë dhanjen e llogarisë, më përgjigj para Allahut. E besojmë librin, leximin e librit, tameleve dhe të veprave tona. E besojmë shpërblimin. E besojmë edhe ndëshkimin. E besojmë siratin, urën kaluese për në xhennet. Dhe besojmë peshojën me të cilën maten veprat e bijve të Ademit. Në tana këtë gjana, ne ehle sunneti muslimanët i besojmë dhe nuk dyshojmë të fare, dhe për secilën ka shumë fjalë veç e veç. Dhe kryesore dhe mbi të gjitha është wa nu'minu bil ba'thi, e besojmë ringjalljen ditën e Kiametit. Besimi në ringjalljen ditën e Kiametit është i vërtetuar me Kur'an, me sunnet, me mendje të shëndosh, me natyrën të cilën Allahu e ka krijuar njeriun te. Besimi në ditën e gjykimit ka qenë parimi të gjithë pejgamberëve të madhët Allah. Nga Ademi, e Nuhi dhe radhazi të gjithë pejgamberët, deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nuk diskutohet se Kurani ka folë më shumë për ringjallje dhe për kiamet. Ka folë më shumë sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pejgamberi i fundit. Dhe ka thonë bëjthtu ana wasaka hatain, jam dërguarën edhe kiametit se kurse këta dy gishta, do me thonë shumë afër mes veti. Andaj ka pas nevoja është paraqit. Qaj me fol për kiamet më shumë se sa çdo pejgamber tjetër. Edhe Kurani me fol më gjatë për kiamet se sa çdo libër tjetër i shajt që ka qenë më herët. Puna e kiametit, puna e ringjalljes, punë e madhe, shumë e madhe, pra të gjithë pejgamberët të Zotit. Pre Ademit alayhi salam, asnjëherë nuk është ndërprer biseda për kiamet, të kujtuarit e njerëzve se o ju njerëz, ju një ditë keni me u ringjall dhe me dalë para Allahut azza wa jall. Ka thonë Allahu te bareke wa taala për Ademin alayhi salam, kur e zbritin tokë, qale ihbitu ba'dukum li ba'din adu, wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Zbritnin tokë për xhenetit të fjala, kur e zbriti Ademin, Havën dhe Iblisin. Dhe ju keni me qenë armik i njëri tjetrit. Fjala Iblisi ka me qenë armik i njerëzve,
knaq në tokë, jetoni në tokë ila hin, për një kohë të caktuar, derisa të vijë koha me u kthy prapë te Madhi Allah. Dhe ka thënë Allahu Azza wa Jall, qala fiha tahyuna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Në tokë keni me jetu, në te keni me vdek dhe për saj keni me ringjall. Krejt kjo me Ademin alayhi salam fillim, po edhe me Iblisin e mallkuar, i cili lypi leje për Allahut, qala rabbi fa anzirni ila yawmi yub'athun. Tha, më bën ti mua Zot jetoj deri në ditën e ringjalljes. Deri në ditën e ringjalljes. Qala fa innaka min al-munzirin ila yawm al-waqt al-ma'lum. Allah i tha po. Derisa të vijë koha e kiametit, kime në gjallë. Pra prej asaj kohe, është përmendur kiameti. E Nuhi alayhi salam, 950 vite duke thirrur në davet, natyrisht asnjëherë duke mos anashkalu punën e ringjalljes, që kanë me dal njerëzit para Zotit me dhënë llogari. Për ata ju thënë të sa për ilustrim, Wallahu anbatakum min al-ardi nabata, thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Allahu ju ka nxjerr prej tokës, që është nxjerr pemt e perimet, që është bin prej tokë dhe ju keni dal prej tokë. Tebareke wa taala, Allah ju ka nxjerr. E pastaj thumma yu'idukum, dhe ju kthen të sërish në tokë, wa yukhrijukum ikhraja, dhe ju nxjerr prej saj në sërish. Wa kujton të Nuhi popullet e vet ringjalljen. Ibrahimi alayhi salam thonte walladhi atma'u yaghfir li khati'ati yawm ad-din, Zoti jam është ai i cili shpresoj shumë të ai që të më fal mua, të më fal mëkatet ditën e ringjalljes. Dhe thonte pidave ti alayhi salam, Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumu al-hisab. Zoti jon, falë mua dhe prindë të mi dhe krejt muslimant ditën që do t'jetë llogaria, ditën e kiametit. Pra, radhazi pejgambert Allahut njëri pas tjetrit, deri te Musa alayhi salam, wa ya qaumi inni akhafu alaykum yawm at-tanad, o populli jam, unë po kam frikën juve për atë ditë madhe, ditën e kiametit. La ilaha illallah. Dhe ka thënë Allahu për të kur e ka thirr, inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Kiameti mus ka me ardh, dita e kiametit. Unë më shefi atë, nuk e di njerëzit, por ai do të vijë për me dhënë llogari kullu nafsin bima tas'a, për atë që ka punuar në këtë dynja. Dhe ka thënë Allahu Azza wa Jall në përgjithësi për pejgambert, të cilët i ka dërguar me u tërheq vërejtje njerëzve për ditën e kiametit dhe me i përgëzuat njëjtën kohë për çat ditë kiametin e se bujnë mirë në shumë ajete në Kur'an. Dhe ka thënë Allahu Azza wa Jall se xhehenam live ju thojnë roje të xhehenamit, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum. A nuk ju kanë ardhur juve pejgamber, xhehenamlit, roje të xhehenamit, po ju drejtohen xhehenamlive. A nuk ju kanë ardhur juve pejgamber? Wa yundhirunakum liqa'a yawmikum hadha. A nuk va kanë tërhekur vërejtjen pejgambert nga që kjo ditë e madhe? Qalu bela. Thojnë po gjithsesi na kanë ardhur. S'mujna me rajt të kryja e punë. Walakin haqqat kalimatu al-'adhabi 'ala al-kafirin, por jaq. Kështu e kanë zgjedhur çfarët dhe tashmë janë duke dënuar në xhehenam. Pra e pranojnë
Të gjithë qëfart prej kohës Nuhit alayhi salam deri në kiamet e pranojnë pasi të futen në xhehenem, e pranojnë edhe në kiamet se Allahu ka dërguar pejgamber dhe u ka tërhekur vërejtjen për ditën e gjykimit për ringjallje, por nuk u ka lanë. Radha se të gjithë pejgamberët të Zotit pra kanë pas këtë mision. Edhe pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam që tham bile më së shumti ka folur për ditën e kiametit. Dhe ka tërheq vërejtje njerëzve. Dhe Allah ka urdhëruar atë që të zotohet se ditja e kiametit është hak. Wa qala alladhina kafaru la tatina sa'a. Dhe kanë thënë ata që kanë bërë kufër është fjala për idhujtarët në Mekë. Nuk ka më ardhë kiameti. Qul bela wa rabbi, thuj po pasha Zotin tem. La tatiyannakum alimul ghaib. Ka më ardhë dita kiametit. Ka më ardhë dita kiametit. Nuk ka dyshim në te. Wa yastanbi'una ahaqqun hu, qul i wa rabbi innahu la haqq. Wama antum bimu'jizin. Edhe të pyesin ty të vetën e Muhammed, a në me mësa hak dita kiametit, mësë është e vërtet, thuj po pasha Zotin tema është hak. Edhe se ju, edhe se nuk mundin me ju shmang, apo Allahu është i aftë me ju ringjall, nuk mundin me ik ringjalljes nga i madhi Allah, Tebareke wa Ta'ala. Në anën tjetër i madhi Allah, i nënçmoj rënd ata të cilët e përgënjështrojnë ditën e kiametit. Tha Allahu, qad khasira alladhina kadhabu bi liqa'i Allah, wa ma kanu muhtadin. Kanë humbur, e ka patur punë atyre të cilët e përgënjështrojnë ditën e kiametit. Ata do t'jenë humbje pa tjetër. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ. Dhe do ta marrin vesh ata të cilët kanë bërë kufër ditën e kiametit, se ata kanë përgënjështruar hakun dhe realitetin. La ilaha illallah. Dhe shumë ajete tjera. Besimin ditën e gjykimit është parim prej parimeve të Koranit dhe të gjitha librave të shejta. Dhe çdo pejgamber i Allahut ka pas parime, e parimet ka qenë të njëjta, besimin në njëshmërinë e Zotit, Tebareke wa Ta'ala. Besimin pejgamber dhe në ringjallje se kanë me dalë hak para Zotit. E njëjta gjë edhe të pejgamberi jon alayhi salatu wassalam, 4 parime kanë qenë kryesore të misionit të tij dhe të dinit të Allahut. Besimi në Zotin një, krijues dhe sëmdues, dhe ai duhet të adhurohet, dhe ai duhet të madhrohet. Pra tauhidul uluhiyya, rububiyya, asma wa sifat. Se si duhet të madhrohet Zoti. Besimi në Kur'an se është libri i Zotit. Dhe se çka kanë të është hak. Besimin pejgamberin alayhi salatu wassalam, se është përgëzues dhe qërtues, edhe 4 besimin ringjallje. Krejt Kur'ani nga fillimi deri në fund sillet rreth tyne 4 parimeve esenciale thelbësore. Pra një ndërto besimin ditën e gjykimit. Është interesant se besimin ditën e gjykimit, besimin në Allahun e madhruar, besimin në Allahun, shumë pak njerëz e kanë mohuar nga dita e parë që ka kriju Zoti njerëzit. Shumë pak e kanë mohuar ekzistimin e Zotit. Për pas disa inatçor dhe mendje mëdhej, si Firauni në kohën e Musaut, apo Nemrudi në kohën e Ibrahimit alayhi salam. Dhe kështu me radhë, për ndryshe, të gjithë njerëzit, të gjithë familjeteve, shoqërive, feve, ideologjive, të gjitha kohrave dhe gjeneratave kanë besuar në Zot. Edhe sa dhe kësaj dite. Tasha besojnë në mënyrë të drejta, në mënyrë të gabuar, është çështje tjetër, por më rëndësi besojnë
së është një fuqi e madhe absolute, e cila ka kriju këtë gjithësi dhe cila ka ndikim në këtë gjithësi, pavarësisht janë pagane, janë politeista, a budista, nuk qënë pesh ka janë. Por të çështja e kiametit, besimit, ringjalljes, ndryshon puna. Ata shumë njerëz nuk e kanë besu. Dhe kjo është çudi. Me besu njeriu Allahun e mos me besu ringjalljen. Kjo punë është çudi. Për atë arsye i madh i Allah, pak sure, shumë pak sure në Kur'an ka lanë pa cekur punën e ringjalljes. Shumë pak sure. Prej fillimi deri në fund, sjell lloj shembuj në njërin apo në formën tjetër, për të dëshmuar njerëzve se ringjallja është hak. Por ja që shumica e njerëzve e kanë përgënjeshtruar. Kanë thënë në suratul Isra, sa për ilustrim. وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. Pejgamberi po thirr në Mekë 24 orë në besim në Zotin një, dhe o ju njerëz keni me ringjall me dal para Zotit hak me dhënë llogari. E ata po thojnë, apo thuti që pasi të bëhum ne eshtra, dhe eshtra tona të bëhen hi, të tretën. E inna lemeb'uthun khalqan jadida, vërtet atër do të ngjallemi, do të bëhemi krijesa të reja. Allahu i madhruar u përgjigjet. Qul kunu hijaratan aw hadida. Thuajte o Muhammed atyne, ndash jo njerëz që jeni, krijesa njerëz, të buta, të liga, krijesa të cilat e pranoni se kam jarë fundi dhe se inni të pa afta dhe të pa mundshme për të përballuar kësaj jetë dhe kësaj bote e për të jetuar gjatë. S'mëni me përballu vdekjes ju dhe shkatërimit. E dini të tanë e dinë se njeriu do të vdes. Pra le që jeni njerë, për sikur se të shikan gur edhe druj. O hekër, jo druj po hekër, gur dhe drejk dhe hekër. Hijaratan aw hadida. Po të kishit qenë gur apo hekur. Aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum. Apo diçka edhe më të madhe se sa kaq. Çka ju a merr mendja se nuk do të shkatërrohej asnjëherë. Allahu do t'ju ringjall. Apo thuj ndash ndryshe. Edhe të kishit qenë ju vetë, gur dhe hekur. Apo çka dënin këtë dynja, Allahu ka fuqi më rikthy, po edhe gurin si gur edhe hekrin si hekër. Dhe çdo sen tjetër, Allahu shkatëron dhe Allahu e rikthen. E ku është puna e njerëzve? Pastaj thojnë, pse yquluna me yuiduna. E kush është ai që na kthen neve? Kush është ai? Qul alladhi fatarakum awwala marra. Thuaj ai që ka kriju për herë të parë. I njëjtë është, nuk ka dy atë. Fasayunqiduna ilayka ru'usahum wa yaquluna mata hu. Dhe e dridhin kryet e tyne në mënyrë nënçmuese natyrisht dhe përbuzëse, dhe thojnë e kur është ajo ditë e kiametit. Jo me marrë lajm kur, por me nënçmu, për nënçmojnë pejgamberin, kënë se kur, mos ka, zvjena e ditë kur. Allahu po thot, qul asa an yakuna qariba. Thuaj, nashta ajo ditë është afër, ajo ditë vjen shumë shpejt. Veç bani sabër. Ngjaj shumë me ta është tregimi në surët Yasin, ku Allah Azza wa Jall tregon se si një qafir i cili nuk e beson ditën e kiametit sjell shembuj. O daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim. Na sjellin neve pa të Allahun një shembull,
në realitet e harroj vetë vetën e vetë se ka është kriju, ka ardhur dhe kush e ka sjellur. Dhe tha, pas e kapi një ashtë në dorë të krijesave të Zotit, shtazve dhe kënë të në plehin e Allah në dërof në për rrugëv, o kalb, dhe pja bën me dorë ashtit dhe ashti po tretit bëhet thërmija për thët. Me juhjile idhame wa hiya ramim, kush është ai i cili e ngjall këtë ashtë, e ringjall sërisht, pasi kjo është bërë thërmija. Allah Azza wa Jall për thët, قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Thuajti atina e ngjall sërish që ka kriju mas pari. Pra këthau në fillim, dhe me fillim e kupton fundin o të njeri. Po të pse s'po nalesh me thonë kush më sjelli mund këtë dynja, po thu kush më rikthen edhe një herë. A me letë është me të rikthy, apo me të kriju pa qenë fare. Për e ke kryu tatë me logjik të shëndosh, a ma letë është me rikthy një send, pasi që ka qenë dhe është deformu dhe është katru për me rikthy, me riparu, apo me kriju pa qenë fare, pe asë gjëje heqë. Të pse për shkën fund, nuk për këthyë zanafilën tanë dhe ka herë dhe. Për qaj që të ka silë në fillim pa qenë fare, të rikëthen prap, la ilaha illallah. Wa huwa bi kulli khalqin alim. Dhe a jo vetëm që të rikëthen, pa i krejt krijesat e veta i din as një nuk i mshefet, as nuk i humbatina. Te baraka wa ta'ala. Pastaj, Allahu sjell krijesa shembull edhe më të madh. Awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Njëtën tregim, këtë fund suret Yasin. Po mirë, e ai i cili ka krijuar tokën dhe qiejt, a më e madhe toka dhe qiejt apo njeriu? A nuk është i fuqishëm ai me ju krijuar juve që shkeni qenë edhe një herë kur ka kriju tokën dhe qiejt? Bela wa huwa al-khallaqul alim. Gjithsesi ai është që krijon shumë dhe ai është i dijshëm te bareke wa taala. Dhe shembuj tjerë të shumë të cilët na i sjell Allahu në Kur'an, që secilin vetveten e vet dëshmon për ringjallje se kemi me dal para Allahut. Pastaj në forma tjera, Allahu Azza wa Jall bën pyetje, a mendoj njeriu, e yahsabu al-insanu an yutraka suda, a mendon njeriu se do të lihet shkeleshka. Suda dhe me thonë i pa program. Tjaman ka të dënë. Ka të diçka në këtë dynja për, jo vetëm njeriu, për çka do të dynja tjaman ka të dënë? Për nuk ka, as shtaz. Nuk lehet me jamajt ka të dënë. Dhe që trenti ka liri absolute, thuj ndash ndryshe. Edhe bish si bisha tegra, jenë një vend saktuar kur jashtë aty nuk i do lojnë me dalë. Se bojnë kërdi, nuk i lojnë me dalë jashtë aty në me himrana në qytet ku ka njerëz, apo ku ka shtaz të buta. S'ka liri absolute. A mendoj njeriu yahsabu al-insanu an yutraka suda, që të lihet ai i lirë, pa as një përgjegjësi, pa as një ngarkesë, pa as një detyrë, pa as një obligim. E pastaj sjell shembull Allah. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. A nuk ka qenë njeriu një pikë e trash, e cila ka dalë prej mashkullit Allah ju nderot. Thumma kana alaqatan khalaqa fasawwa. E pastaj që ajo pikë që ka dalë prej burrit, prej mashkullit, natyrisht të bashku me të femrës, dhe o formuën një pjesë e mishit. E pastaj, e ka kriju krijes, fasawwa, dhe ka bo njerit plot, dhe o dalë këtë dënja, fejale minhu zawjayn, dhakara wal untha, dhe i ka bërë dy qifta mashkull dhe femër, që më shtu prap tjertë, kështu me radhë.
Elejse dhalik, po qaj njëjti, i cili pe një pike të ujit, e krijoi këtë njeri ka të madhe të mirë, dhe i bëri dy gjeni, a nuk është jafti njëjti? Elejse dhalik e biqadirin ala e juhje l-mauta, me i rinjallë sërësht të vdekurit, la ilaha illallah. Gjithse si Zoti jon, të barek të Rabbena wa ta'alejt. Pastaj Allahu, në formën tjetër të shkrejt atje, sjell shembujt shumë të në Kur'an, që njerëzit i ka vdekur dhe i ka rinjallur. Në fillim atje krejt, për i surës Bekare, edhe amnin surët Bekare, kaptina e lopës, ku e sjella tregim në kohën e Musaut alayhi salam të Banu Israilve, pasi që ndodhe e polemika atje, se kush e ka vra atë njeri dhe lypin prej Musës alayhi salam, më drejtu Allahut dhe me dal një shesh, me i tregu se kush është vrasi, dhe Musa i urdhëron me prej një lopë, dhe me një pjesë të asaj lope me i mshue, me i ra të vdekurit, dhe qohet edhe flet dhe thot, këm ka myt djali vllau tem, për shkak me marr pasunin, me trashigu, a kë njëjti, o anë kanë të thënë të ma kanë myt këta migjen tem. Pastaj tregimin e Uzeirit, alayhi salam, që Allahu e vdeku atë për 100 vite, thumme ba'atha, fa amatahu Allahu 100 amin, thumme ba'atha, 100 vite Allahu e vdeku Uzeirin dhe ringjalli pastaj. Ashabul Kef, banor të shpellës, për 300 vite radhazi. Dhe kështu me radhë, deri te Ibrahimi alayhi salam, i cili tha Zotit o Zot, erini kejfe të hjil mauta, tregon ti mu qyshin gjallë të vdekurit. Dhe Allahu i tha, pas i tha nuk beson, tha po Zot, dhe shpakon qepë më knaq zemra, më pushu, e urdhëroj me marë 4 shpenzë, zëgjë të ndryshëm, dhe me i prej, dhe me i coptu, dhe me i përzi trupin e një gjymtyr të njërës me tjetër, në krejt me i përzi në një vend, e pastaj me ka një grosht, ka 2 grushta, ka i copë, me lanë atje, tjetër një kodër, 4 kodra, edhe thumë me dëuhunne, jetin e kësaja, dhe i tha pastaj të dili një vend tjetër, dhe thërri, pa një këto, e janë këto, edhe mblan dhe neshtrat, la ilaha illallah, edhe që unë fluturun, edhe erdhen për para Ibrahimit alayhi salam. Kështu Allah i madhruar krijon të bareke o ta'ala. Pra jetet, tregimet, të cilat Allahu na cekin Kur'an për ringjallje, janë thuajse të pafundshme. Besimi në ringjallje, thamë, është edhe çështje natyrës së njeriut, ai që ka natyrën e shëndosh, dhe nuk e ka indoktrinu dhe nuk e ka prishur, nga se njeriu do të nalë dhe të mendoj. Kush e prunin këtë dynja njeriu? Pse prunin njeriu në këtë dynja? Çfarë kuptimi ka jeta në këtë botë? Sikur se mos ishte bota tjetër. Sa zullumi, sa padrejtësia bëhet në këtë dynja, kur me marë njerëzit hakun, e vetë kur me marë nëse nuk ka botë tjetër. Në këtë dynja, të pakt janë ata njerëz që marrën hakin tamam këtë dynja. Po edhe ata që bojnë zullum, kur me pagu ata? E ka pagu zullumin ai i cili ka myt 10-15-500.000, 1.100.000, e ka pagu pse ka nejtë burg për jeta? E ka pagu? Ose me nejtë në burg 20 vjet, 30, 40, e me vran njeriun pa bir hake, ka pagu aja? Me nejtë në burg e me hangër 3 ditje buk? E jo, pasha Zot. E lemu sa krimi, e sa mkatim shefet këtë dynja, kur mi pagu njerëzit ato? Kur me dhonë llogari? Apo kur me shpërbly njerëzit për punë të mira që i bojnë? Sa punën e mirë bën njeriu në këtë dynja, i lindur instinktivisht për me bo mirë, dhe ushqehet kur bën mirë, dhe bën mirë,
dhe pjesën ndërmuese të veprave të tij nuk e marrin vesh njerëzit, apo i marrin vesh i kuptojnë, por nuk e falenderojnë, nuk ja kthejnë. E kur ai më marr shpërblimin për ato punë të mira që i ka bën këtë dynja? Kur më marr ai? As problem. Nëse nuk është bota tjetër, nëse nuk ka ringjallje. Pastaj, prap nga ana logjike. Po mos të ishte besimin këtë dynja, besimin botën tjetër, se kemi me ringjall. Kush do të kishte majt njeriun stabil në këtë botë? Mund të thot dikush e man ligji, po, ligji e man është e vërtet. Por sa e man ligji? E man sa ka mundësi me pasën kontrol. E kur del jashta kontrollit ligjit, apo në vendet ku nuk ka ligj të fortë, apo s'ka ligj hiç, kush i man njerëzit? Kush i man? I man bindja në Allahun se ka me dal nesër para Allahun ditën e gjykimit. Bindja se ka me dhënë llogari. Dhe thujnë dashtë kundërtën. Po mos të ishte bindja se kemi me dal nesër para Zotit me ringjall. Kush na kishte nal neve me bo çka të mundësh këtë dynjë. Atëherë të mbetet faktori ligj. Faktori ligj është punë njeriu, punë dorës njeriu. Dhe sa të mësh atër me ik ligjit më se le sen të keqe pa ba. Qysh do të kishte qenë dynjaja? Pse ne myruj gjithmonë seneve? Pse gjithmonë me qenë njeriu i kujdesshëm këtë dynja? Pse? Ka të shkojsh, ka të veprojsh, do të me pas kujdes. Pse më ne gjithmonë në kujdes? Në përkujdesje. Apo dëmtoj këta, apo rëndoj ata. Apo shkeli këtë dispozita, apo te kalej këta kufi. Pse? Atëherë nuk ka më kufi, nuk ka stres, nuk ka ngarkes. Çka të dush bën? Grahe. Po kjo quhet jetë shtazarake. E Allah ka dallu njeriu prej shtazë. Për atë arsye njeriu s'mund bën çka bën shtaza. Veç ai i cili zhveshet për të ndjenjave të tij. S'mund bën çka bën shtaza. Besimi man në botën tjetër man njeriu shumë stabil. Pastaj njeriu në këtë dynja jeton mes së kaluarës, të tashmes, edhe të ardhshmes. S'mund të ikë të tri kohëve njeriu. Jeton të kaluarën sepse nuk më në harran, nuk më në fshin pe i kreje, nuk ka punë ke lapë si gomë me fshije. Dhe jeton tashmen, jeton sepse s'ka qare pa prokopu me tashmen. Edhe mes të ardhmen sepse ai s'ka qare pa me ndu për të ardhmen. Të ardhmen e afërt, apo të ardhmen e largët, nuk ka qare s'më një ikë. Dhe në këto tri elemente, kohë që jeton, për të kaluarën, shumë herë ka tift dhe ka trant. Dhe sa arti kujtohet janë gjetë dikun. Edhe mërzitit. Për të ardhmen e ka me stres. A thu që ka do të bëhet, a thu që do të na gjenë, a thu që është pëmdel. Për tashmen, gjithashtu është gjithmonë i ngarkun dhe i lodhën, ha. E kur me ka një qetë kë? Po mos të ishte bota tjetër, nga që këtë kontekst, shtazët do të ishin më të lumtura se sa njeriu. Sepse hajvani shtaza nuk të lodhet për të kaluarën kur. Ka për rehe sa të mësh, të nesërmen, si ti men, as që i bjen men bile, pse e ke rej. As nuk të hakmirët, as nuk të shkelma, e kështu mëra, po. Me prashtim, si punë e deve, se disa shtazë nuk të harran, pa to 1, 2, 3, 5. Ndërsa Allah nuk i len më lodhë, që ashtu i kanë ngarku shtazë, se me kanë më lodhë që shtazë, atëherë pak dalim në mbetet neve me to. Dhe rahmet për Allah të është për shtazë. Nuk lodhët për të kaluarën. Me thonë së më këtë qidje me hangër, se nuk të bajën e ty sa marrin shpinë me thonë gomari, ja, s'ta ka më harru se nërë më kërrej para 5 vjetë, apo më këllanë për hangër tonë ditash për të hakmire. Nuk din ashtu. Po dhe hajvani shtaza nuk din më mërzita ka nesër pas nesër me hangëra me pi. Jo. Nuk din. Asa interesën vetë që tash
A ka me humë për sot për shtash po o kry meselja. Kështu I bje keme qenë me lumë të rësa njeri ju. Atër pse më kryej mu nëse më ka kriju dikush. Kush më pruni mu këto, one me gjithë të strese dhe ngarkese dhe këto mërzi dhe preokupime, se kurse mës të ishte bota tjetër. La ilaha illallah. Dhe sot dush argumente tjera njeri u gjenë për me vërtetu se pa ekzistimin e botës tjetër në mënyrë absolute nuk ka kuptim kjo botë. Kjo është e mallkuar. Se mos tjetë bota tjetër. Zatën, dyshimin botën tjetër, apo mos besimin botën tjetër, ja I bën njerëzit me uçmend krejt. Ja I bën njerëzit me najt me terapi, të fort, me majt me të në kry dhe I dikon. Ja I bën njeriun me afut litarin vetin fët, apo me dalë për para ndo një tren autobusi, sepse s'mon I përballon vështërsive të mëdha, s'mon e kupton natyrën e kësaj jete, që ka kriju Zoti në këtë formë kështu. E në anën tjetër, ata që janë të lidhur me botën tjetër si muslimant, I gjen njerëzit më të qetë në këtë dynja. Sa I për të kaluarën, e din që kanë kaderri Allahut. Kështu e ka caktu Zoti, thot hajtë se paguna për ata në, shpërblehna, edhe fshin ata. Po dhe kur të kujtohet, prapë mundohet me harru. Për të ardhmen, thot pa thonë Zoti, se në dynja të zbohet, la ilaha illallah. Ka të kejtë dynjaja, mu mundu, me realizu, diçka pa thonë Allah zbohet. Për tashmen, po mundohëm, të shfrytëzojmë, ashtu që është mas mirti, por prapë mbetet kaderën e Zotit. Ku dallimi mes këtij personi dhe mes atij personi I cili nuk e beson botën tjetër? Është dallim, sepse kjo është stabil dhe I qetë, ndërsa ai tjetri është në stres dhe në ankth, sa ai nuk e beson ringjalljen, ndërsa ky e beson ringjalljen. Dhe sa shumë ka hecë bota përpara, dhe sa shumë hecë hala si shkak dhe rezultat I shpresimit në shpërblim, po edhe I frigës në ndëshkim në botën tjetër. Tash imagjinojmë se pas këto dy elemente fare, evrejt, krishterët, muslimanët, po njerëzit pe Ademit e peran radhazi, sa e mira është bon këtë botë, dhe sa e keqja liga shmang se rezultat I besimit bindjes se kemi me dhanë shpërblim, kemi me dhanë llogari dhe kemi fitu shpërblim pre ati mundi. Kush e shtinat njeri atë me dëshkërtine me zbrit poshtë në bonar, në post e me dhanë ujë qenit atë, kërë pase I ka dalë flaka jeti. Kush nevoja ti, kërkesa ti për më fitu se vap, me bëhat pun të mirë, nashta më shpërblen Zoti, nashta më shpërblen Allahu, të bareke wa ta'ala. Elhamdulillah që Allahu na ka bo për atyre të cilët e besojnë hak ditën e gjykimit, natyrisht sa dush fol për ditën e gjykimit, ke material sa të dush, por ja që Zoti e ka lanë më sheft, gajb, krya e punë. E ka lanë më sheft, e ne muslimant e kem bazë dhe parim dhe shtyllë dhe fundament të dinit Allahut me besue të msheften. Alladhine yuminune bil ghaibi, ata të cilët e besojnë të msheften. Të msheften. Vdekja e msheft. Milaqet e mshefta. Allahu I msheft nuk e shof. Ditja kiametit e msheft. Sirati, mizani dhe çka ka mrena në ditën kiametit. Dhe gjatë asaj dite, xheneti xhenamit msheft. Por hak msheft për sytë tonë. Dhe msheft për shqisat tona. Nuk po mund të perceptojmë, të kuptojmë, por jo të mshefta për mendjen tonë dhe për bindjen tonë. Se Allah na ka kriju në qatë formë që po mund të kuptojmë, edhe po bindemi thellë, edhe nuk po dyshojmë sa ato tona ekzistojnë. Allah na forcoft imanin dhe natyrisht na mbetet me fol tash për të tjera që ka cekë Imam Tahaviu, për ditën e kiametit, për llogari, e për peshoj, e për sevap, e për lexim të librit atje, dhe deri në sirat, dhe deri në xhenet inshallah taala. Zoti e din më së miri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë.
أكبر فوق كيد المعتدين